Presidenti i SBA-s Donald Trump thotë se regjimi iranian është gati të negociojë pas kërcënimeve të tij për veprime ushtarake, ndërsa Republika Islamike përballet me protesta masive antiqeveritare. Udhëheqësit iranian telefonuan e tha Donald Trump gazetarëve në bordin e Air Force One, shtuar se një takim po planifikohet. Presidenti amerikan paralajmëroi megjithatë se SBA duhet të veprojnë përpara një takimi. Ndërkohë ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi deklaroi të hënën se situata është plotësisht nën kontroll në vend pas një ndërhyrjeje të përgjakshme të protestave. Këto protesta u shndërruan në dhunë dhe gjakderdhje me qëllim që t'jepnin një pretekst presidenti i SBA-s Donald Trump të ndërhynte, u argumentoi ai diplomatëve të huaj në Teheran. Sipas Al Jazeera, Abbas Araghchi pretendon se autoritetet posedojnë video të shpërndarjes së armëve tek protestuesit dhe specifikon se rrëfimet e demonstruesve të arrestuar do të publikohen. Ai shton se autoritetet monitorojnë nga afër protestat, cilat ai thotë se janë nxitur dhe ushqyer nga agjentë të huaj dhe se vendi do të ndjek ata që janë përgjegjës. Sipas kanalit televiziv të Katarit, ministri shtoi se qasja në internet do të rivendoset së shpejti në Iran dhe se qeveria po koordinon përpjekjet e saj, forcat e sigurisë për të arritur këtë, si dhe për të rivendosur lidhjen ambasada dhe ministri. Numri të vdekurve në Iran është rritur sipas grupit të drejtave të njerëzit me seli në SBA, cili ka ndjekur numrin e viktimave mes protestave të përhapura kundër regjimit në vend. Trupat transportohen me kamion që jedhin përpara morgut të Teheranit, ku nuk ka më hapësirë të lirë. Rreshtat me çantat e zeza pomohen përgjatë perimetrit të ndërtesës së vdekjes në Por, midis shtretërve me lule. Në paktën 544 persona janë vrarë gjatë demonstratave 15 ditëve të fundit, përfshirë 8 fëmijë, sipas një përditësimi nga agjencia e re e aktivistëve të drejtave të njerëzit, RANA, shërbimi i lajmeve i organizatës aktiviste të drejtave të njerëzit në Iran. Agjencia raportoi gjithashtu se më shumë se 10.681 individ janë transferuar gjithashtu në burgje pas arrestimit. Irani ka qenë jashtëlinje për më shumë se 84 orë, pasi autoritetet mbyllën aksesin në internet dhe linja telefonike. Përprerja në të gjithë vendin e aksesit në internet dhe linjave telefonike nga autoritetet e ka bërë të vështirë të kuptohet shkalla e plot e asaj që po ndodh në terren, përfshirë numrin e plot të viktimave nga protestat masive antiqeveritare. Ndërkohë, Garda Revolucionare e Iranit ka dënuar mbështetjen e SBA-s për protestat, duke i quajtur atë ndërhyrje të Shteteve të Bashkuara punët e brendshme të Iranit. Trump thuhet se po shqyrton një sër opsionesh, që përfshirë sulme ushtarake, armë kibernetike sekrete, zgjerimin e sanksioneve dhe ofrimin e ndihmës online për burimet antiqeveritare. Ndërkohë, Reza Pahlavi, djali i shahut të rrëzuar të Iranit me bazë në SBA, dielën u bëri thirrje forcave iraniane të sigurisë, punonjësve të qeverisë që t'i bashkohen lëvizjes në rritje të protestës. Presidenti i Iranit Masoud Pezeshkian akuzoi armiqtë e betuar të Iranit për përpjekje për të përshkallëzuar këtë trazir dhe për të sjellë terrorist nga jashtë në vend. Në një intervistë të transmetuar të dielën nga media shtetërore, Pezeshkian u bëri thirrje njerëzve bashkohen me një marshim rezistence kombëtare të hënën për të denoncuar dhunën, raportoi televizioni shtetëror. Lëvizja e protestës në Iran është një nga trazirat më të rëndësishme që vendi ka përjetuar në vite, edhe pse fillimisht të nxitur nga një rënje e papritur e monedhës së vendit, testuesit shpejt buan reforma politike dhe rrëzimin e qeverisë.